Duke ngjitur pankarta me numrat e të punësuarve, Forumi Rinor i Aleancës për Shqiptarët Krahu i Arben Taravarit ka shprehur shqetësim dhe revolt të thellë për procesin e vazhdueshëm të deshqiptarizimit të administratës publike. Sipas Frashit, me këto veprime qeveria që sipas tyre dirigjohet komplet nga agjenda e vëmëros, po jep goditje të drejtpërdrejta ndaj kohezionit ndëretnik dhe barazisë qytetare. Në një analizë të thjeshtë numerike nga gjithsej, 205 punësime dhe avancime të realizuara së fundmi në institucione si Enti Statistikave, Arkivi Shtetror, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Ministria e Kulturës, Regjistri Qendror, Dogana, Hidrocentralet në Struk, Mavrov, Rostush dhe Spile Dibër, dhe së fundmi në Rek Manastir, vetëm 2 shqiptar të punësuar apo të avancuar në këto institucione, përkundër 205 maqedonasve. Ky disproporcion alarmant është tregues i qartë i një politike të qëllimshme për të zbehur përfaqësimin shqiptar në administratë. Nga Frash për këtë gjendje kanë akuzuar direkt zëvendës kryeministrin Izet Mexhiti dhe koalicionin Vlen, duke i quajtur këtë koalicion si vazal. Në këtë kontekst, përgjegjësia i bie drejt për drejt edhe mbi zëvendës kryeministrin e parë Izet Mexhiti, i cili ka dështuar të mbrojë interesin dhe përfaqësimin e shqiptarëve në qeverisje. Mosveprimi i tij përballë këtij diskriminimi të hapur e bën atë bashkëpërgjegjës në këtë proces të rrezikshëm anti-shqiptar dhe anti-evropian. Një zëvendës kryeministër që nuk reagon kur shqiptarët përjashtohen nga institucionet nuk i përfaqëson shqiptarët. Përmes kësaj konference, nga Frash u bëjnë thirrje të gjithë të rinjëve shqiptar të mos pranojnë heqjen si normalitet për punësimin e shqiptarëve, pati reaguar disa herë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e nga koalicioni qeveritar duke u përgjigjur këtyre akuzave, kanë premtuar se deri para zgjedhjeve lokale do të punësohen afërsisht 2-3 mijë shqiptar.